الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. Falënderojmë Allahun xhella shanuhu, dërgojmë salavat për pejgamberin alayhi salatu wassalam. Dashur vëllezër, po takohemi sot mas 4 javë, nëse s'gaboj 3 javë nuk ishëm këtu. Faktikisht në javën e kaluar ishëm në qytetin e Gjilanit. Dhe sot inshallah taala së bashku po takohemi në këtë muaj të bekuar, në këtë xhumë të parë të muajit Ramazan, edhe pse ne kaluam një javë së bashku me këtë bukuri të cilën Zoti i Gjellëshanu neve na ka dhuruar, por një herë edhe ka zbukuruar jetën tonë me ta. Sot në këtë ders kem përzgjedhur të flasim për disa rregulla të cilat kanë të bëjnë me agjerimin, duke parë të nevojshme, por edhe të domosdoshme që ne të njoftohemi me detyrat, obligimet dhe rregullat të cilat obligohemi ne gjatë kohës sa jem agjërueshëm. Ashtu sikurse edhe namazi, që ka rregullat e veta, që duhet të përgatitemi para namazit dhe gjatë namazit dhe pas namazit, por edhe agjerimi ka rregullat e veta. Feja të gjithë neve na mëson se çdo herë, çdo gjë ka rregull, ka edukatën, dhe kjo fe është universale, do të thotë është përshtatur në të gjitha vendet, por edhe të gjitha kohët dhe gjithë popujt. Dhe kuptohet, besimtarët musliman janë të obliguar t'ju përshtaten rregullave të fesë dhe jo e kundërta. Këtë duhet ta mbajmë mend të gjithë. Ne duhet i përshtatemi rregullat të fesë dhe jo e kundërta e saj. Pse rregullat dhe edukata? A janë që të na rëndojnë diçka apo janë në dobi tonë? Çdo herë të dashur vëllezër, kur Zoti i Gjellëshanu na ngarkon, na jep një urdhër, qoftë e të lejuarës ose qoftë e ndaluarës, duhet që ta shikojmë nga prizmi e asaj se është në dobi tonë dhe është lehtësim për ne. Të marrim ajetin kuranor në surën Al-Baqara, thotë Allahu ju dëshiron lehtësim e nuk ju dëshiron vështirësi. Çfarë do thotë kjo? Edhe në qoftë se ne lodhemi me diçka dhe na vjen ajo, por që është e dobishme për neve, edhe në qoftë se dikush mund të flasë, mund të qetë ndonjë shibël, me thënë kështu, por urdhat e Zotit Gjellëshanu çdo herë janë lehtësim për njeriu në të gjitha aspektet e jetës. Në të gjitha aspektet e jetës. Edhe agjërimi, por edhe namazi, edhe abdesi, edhe edukata, edhe haxhi, edhe zekati, edhe çdo urdhër të cilin Zoti i Gjellëshanu neve na ka obliguar me të, ose na ka ndaluar në prej saj të jem larg, ajo është lehtësim dhe jetë për të gjithë neve. Definicioni i agjerimi është largimi nga ngrënia, pirja dhe çdo gjë që e prish atën nga imsaku deri në perëndim të diellit, duke kërkuar me këtë kënaqësinë e Allahut Gjellëshanu dhe një herë duke shtuar edhe pra largimin nga marrëdhëniet intime bashkëshortore. Pra, njeriu, Zoti i Gjellëshanu njeriu me agjerim i ka vendosur një limit të lejuarës, të cilin aje ka të lejuar gjatë kohëve të tjera jashtë Ramazanit, ose ka të lejuar nga syfyri, nga iftari gjerë në syfër. Pra saksisht, ky ndalim i yni nga e lejuara është për ta ngritur, për ta formsuar, por një herët edhe njërit për të lehtësuar diçka e cila është ta quaj kështu, më komplekse. Cila është më komplekse për njerin është harami, njeri do të më u largu prej haramit, që do të thotë
ai I cili vërtet ka rregull, e zbaton rregullin për e zbaton dhe është në gjendje të largohet nga e lejuara, ai kur një herë nuk ka të lashe me të ndaluar. Ai që është në gjendje për hir të Zotit të Shanu të largohet nga halali, ai nuk do të ketë kur një herë problem në jetën e vet që të largohet nga harami. Pra, edukatën cilin e vendos Zoti Gjeleshanu përmes muajit të bërkuar të agjerimit, për muajit të bërkuar të Ramazanit, është ai neve na edukon me të lejuarën që ne kur mos të kemi problem me asnjëherë me të ndaluarën. Obligueshmëria e agjerimit vjen nga ky prizëm. Zoti Gjeleshanu thot në ajetin pra në surën Al-Baqara, o që besuat agjerimi u është bërë obligim, sigurisht që ka qenë obligim edhe para jush, me qëllim që ju të bëheni të devotshëm. Të dashur vëllezër, ky trajnim është I domosdoshëm për njeriu. Librin kur e blen 3 euro një liber. Njëjta gjë nëse të jepet trajnim, do të paguash një trajnim 300 euro. Pyetja është pse njëjta informatat janë në liber të vendosur ato dhe I blen ti me 3 euro me blen atë liber, por dhe njëjta informat I jepet, po jepet në formë trajnimit e paguan 300 euro ato. Për shkak se praktika është ajo e cila I mundson njeriut në mënyrë më të shpejtë, më të shkurtë të mritë tek rezultati. Pra, edhe Ramazani të dashur vëllezër është një trajnim I cili në mënyrë të shpejtë, por dhe të shkurtë na mëson të mrijmë të rezultati. Dhe cili është rezultati? Është devotshmëria, frika nga Zoti I Madhnueshëm. Për këtë njeriut kur I vendoset frika nga Zoti I Madhnueshëm, ose me thonë kështu frikë respekte, mos me thonë vetëm frika, po frikë respekti ndaj të madhit Allah, atëherë vërtet ajo zemër shnoshet dhe kur shnoshet zemra, shnoshet I tërë trupi, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kushtet e agjerimit, cilat janë kushtet cilat ne obligohemi për të qenë, pra kush është borxhli me agjeru. Ai që është musliman. Muslimani është I obliguar me agjerim. Kushti I dytë me kanë I mençur, pra Zoti Gjeleshanu e ka ngarkuar ai I cili është I mençur, ka mendjen e kthjellët, është në gjendje me udhëheq veten e vet. Në moshën madhore, do të ka hyrë në moshën e madhore, ka hyrë në pubertitet, ky person obligohet me agjerim. Çka nëse agjeron fëmia, është shpërblim për të edhe për prind. Është shpërblim për të edhe për prind. Është mirë ka pak edhe fëmijë të vegjël me I mësu me agjeru. Qoftë edhe një 3-4 orë, qoftë edhe një gjysmë dite, qoftë edhe një ditë, por me pas kujdes një gjë që s'mund ta pranoj tek disa prindësh se kur një fëmijë I vogël insiston të agjeroj, prindi edhe 2 herë më shumë insiston me aprish, që nuk është me vend. Me këtë s'po duhet të them që ti obligoni fëmijët se Zoti Gjeleshanu si ka obligu me agjeru, por nëse kanë dëshirë ata, lejle të agjerojnë, sot te sot mundet. Gjysmë ditë ato s'po mundet, në rregull le ta prish atëherë. Po insistimi disave që ja këto e ba me drëb, ja absolutisht. Rezultatet që janë marrë tek fëmijët që kanë agjeru, kanë nisë më herët, do të agjerojnë janë shumë edhe në aspektin fizik, po edhe në aspektin shpirtëror, kanë treguar rezultate shumë më mirë se sa ata të cilët kanë filluar të agjerojnë më vonë. Megjithatë ne pozicionohemi tek ato që Zoti Gjeleshanu ku na ka obliguar neve të agjerojmë, dhe kjo është pra mosha madhore. I shëndosh. Do të jetë I shëndosh, nga se të smurt Zoti Gjeleshanu nuk e ka obliguar të agjeroj. Kur po flasim për smundjet, po flasim për smundjet të rana. Por ka pak do smundje, do kollë, do gripe, a kupton, do nuk vesh me komfort njëri, adin rana, kupton, por ndryshe nuk valla janë pak smut edhe tesh me në 2-3 herë pe prishi jo. Nëse për dikush e prish diçka të tillë,
vetëm për hajt adin për kur gjaheq, të Zoti Gjellë Shanu obligohet me 60 ditë me agjëru. Dërsa ulemat kanë thonë edhe që ai cili e prish agjërimin pa fije arsye, ai person edhe tërë jetën me agjëru këtë ditë s'mundet me nxonë. Dhe mendoj që kjo është më saktë. Ditën e sotës s'mundet me nxonë kush. Kush mundet me kthy ditën e sotës tani herë? S'mundet askush. Dhe për pikë qefit e prish, atëherë s'ka arsye ai që nesër para Zotit Gjellë Shanu të arsyetohet për një veprim të pamatur. Në vend lindje jo musafir, pra jo udhëtar. Kur po flasim musafir, kemi qëllimin udhëtari i cili kalon 1084 kilometra. Janë disa djemë të cilët punojnë kësi, këta pëthojnë shitësa ambulant që dalin pra shisën levizin ato 20 km, 30, nuk kjo rregull nuk vlen për ta, ju lutna. Nuk vlen kjo rregull për ta. Pra, kur dikush merr rrugë më shumë se më të gatshëm se 80 kilometra. Dorso del që nështë e bënë edhe 150, a kupton mirë po është, megjithatë është llogaritet si venale, nuk llogaritet si udhëtar. To janë rregullat, kushtet të cilat do t'i plotësoj ai i cili obligohet me agjërim. Mirë, çka e prish agjërimin? Të ham dhe të pi me qëllim. Qofse han dikush me qëllim, atëherë ajo e prish. Ndërsa këtu nuk do ta harrojmë ta përmendim se nëse dikush han dhe pen pe harresës nuk e prish agjërimin, ka shkuar te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka thënë dërgumi i Zotit, un kam hangër dhe po ka harru. Ka thonë kjo është rrezik, cilin Zoti Gjellë Shanu ka dashur me të furnizu me to, kështu që edhe vazhdon agjërimin. Gjaku që del nga mesi në dhëmëve dhe shkon e fyt shikohet, këtu vetëm duhet ta jap një sqarim. Nuk po flasim për pak që del mirë, po nëse është sasi e madhe dhe shkon, do të ka një gjak derdhje të madhe ose dikush quhet me nxjerr dhamin ditë agjërimit që e ka të lejuar, nuk ka ndalesë mirë, po nuk duhet ta rrezikoj. E sidomos tash në kohën e dimrit ku iftarin pe kem shumë më herët, ju kisha rekomenduar që ata të cilët kanë probleme me dhëm ose kanë ndonjë termin atë shtynë mas iftarit ose në një kohë më të përshtatshme që mos me e rreziku pra agjërimin. Mirë. Nëse vjell, pra nxitet me qëllim dikush e ngacmon fytin që të vjell, kjo e prish agjërimin, me pas kujdes. Pra mos me e ngacmu dhe do ta bëj kazadit. Edhe nëse merr dikush abdes, duke marrë abdes dhe i shkon në një pikë ujë të poshtë, ai do të më bë kaza. Do të më bë kaza për një ditë. I ka shku ujë pa qëllim, mirë po ka qenë me vedije. Ka qenë me vedije. Për këtë, kur t'jeni agjërueshëm, mjafton vetëm ti lag një pak buzë, nuk ka nevojë që pra ta rrezikoni. Ose dikush me pastrim dhëm, dhe hin rap bam bam, a kupton? Jo, pastaj në kohën e syfyrit. Pastaj në kohën e syfyrit. Edhe nëse shpërlahet goja dhe hudhet ujë, nuk e prish agjërimin. Mirë po flasim që mos ta rrezikon dikush deri në atë mos, saqë me i shku diçka në një pikë ujë brenda dhe pastaj pra me bë kaza atë ditë. Por s'ka drejtë haj, edhe këta ta di. Edhe nëse ndodhi ku nai, shkon ta zon edhe ose ndonjë borë për shembull, ose shibje trapi shkon, ai duhet me bë kaza atë ditë, mirë po nuk guxon të haj atë ditë. Do të bën kaza një për një. Infuzionet të cilat janë ushqim artificial. Infuzionet të cilat marrin direkt në ven. Këto e prishin agjërimin. Ai i cili është i smur dhe ka ardhur deri në atë masa që duhet të merr infuzion, atëherë ai e bën kaza mas Ramazanit atë ditë ose ato ditë të cilat i kanë ikë. Mirë po, si rregull është se ushqimi këtë rast infuzionet, ushqimi artificial e prish agjërimin. Mirë po, antibiotiket të cilët merren në formë të injeksionit, antibiotik që merren si injeksion, ato nuk e prishin agjërimin dhe ato mund të merren pa problem. Pikat cilat merren hunë dhe ndihet shija e tyre është rrezikshme, po ajo që shkon për hune automatikisht lidhet me fyt edhe në kësi forme pra kalon nëpër zgavërën e fytit dhe diçka e tillë pra është e cila e prish agjërimin, pra nëse dikush ka probleme të tilla, atëherë duhet të ketë kujdes pra ta ndroj orarin e atyre pikave dhe t'i përdor mbas iftarit pra xheri në xherë sofër.
Çka nuk e prish agjërimin, por nëse vjell pa qëllim, i vjen automatikisht njëri, i vjen vetvetio, mundet nga munimi, nga syfyri për shembull, do i ushqim mundet me munu njërin në jim njerëz, është normal ndoshta diçka që fort kishin të mirë, por çka vjen një moment edhe ki munim të s'ka kurfar problemi, do von njeriu vetëm e shpërlan gojën atë rast dhe vazhdon pa kurfar problemi agjërimin e tina dhe gjithçka është në rregull. Ul në kapak safe vëllazër, nuk ka nevojë me ne ka vend, për shembull, këtu hynë 2-3 vjet këtu. Çani mos kalojnë për shpina, nuk është edukative, po kaloni saf këto përpara, 3 vjet ato 4, edhe t'i lirojmë vendin vëllezërve që janë kam. Mirë. Agjërimi nuk e prishin ilashet cilat vendosën në plagë. Dikush ka një plagë në trupin e tina dhe duhet me e mjeku atë, ose krema, ose çka do qofshin të kësaj natyre që përdor pra mbi trup, ato nuk e prishin agjërimin fare, pra pastrohet plaga, pastrohet gjithë ajo që ai posedon edhe gjithçka është në rregull me agjërimin e tij. Agjërimin poshtë nuk e prishin gjilpranët që përmenda, vaksinat cilat marrin nëpërmjet lëkurës për të shëruar, pra të kësaj natyre nuk e prishin në agjërim. Mirë, çka është e mirë që duhet të bëj agjëruesi? Çka është kërkohet? Çka është e mustahab që quhet në fik, e lavdruar që personi ta bën gjatë kohës sa është agjërueshëm. Njëri që agjëron, e para është mirë syfyrin mos me ik. Edhe nëse nuk ka shumë apetit për me hangër, është sunet, ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, tasaharu fa inna lis-suhuri baraka, ngrituni në sefër, se vërtet në sefër Zoti xhallashanu ka dhënë bereqet. Edhe fëmijët qofse kanë qef dhe zakonisht kanë shumë fëmija qef me u qunë sefër, interesant është. Sa e dojnë kohën e sefyrit thirrni. Edhe nëse quhen që ka pak të fleta, edhe së më rëndësi agjëroj, le ta përjetojnë atë kënaqësinë, atë bereqetin e sefyrit. Po ashtu, pra në kohë të sefyrit mundohuni me bëj istighfar. Walladhina hum bil ishari yastaghfirun, dhe ata cilët në kohë të sefyrit pra agjëruan, bëjnë istighfar. Koha më e mira e istighfarit, njëra prej kohëve më të mira të istighfarit, kërkim falje, është koha e sefyrit. Nuk më pëlqejnë disa cilët në sefer vllaja shtrejnë, taraqin, qaje, këto e kafe, Allah me bam stapa, dhe qysh, nuk është kur gjë ndaluar, as se kanë haram, as kur gjë, veç nuk agjërimi, do të Ramazani vjen pak me vendos një rregull dhe në aspekt ushqimit, do një farforme, na duhet një 5 kg në fund të muajit, do të me pas se cili mi pas minus. E tash që shtojnë shtra ato me gjithat e kanë halal, nuk po flasë për diçka të ndalume. Mirë po, është ma mirë me marrë atë kohë me bëj istighfar, me po astaghfirullah ka 100 herë. Ose me falë ndonjë rekate namaz, është pjesa më e mirë, më ideale e namazit e natës, ose pjesa e tretë e natës. Me bën një punë hajrit, ose me ndëgju Kur'an, ose diçka çka do qoftë një hajër, një mirësi që e bën, me bën atë kohë. Ose për shembull koha e imsakut, derisa të hyns namazi sabat ata 20 minuta. Falni ndaj namaz, nuk ka kur gjë të keq ato, nuk është ndaluar namazi, istighfari. Çka do të qoftë një punë e mirë, bën në atë kohë është koha më e mirë, jo vetëm me nejt ashtu derisa të hyns sabat, pra me fal. E mirë është marrë me fal në xhami. Mirë është të shpejtojmë kur hyn pra iftari me shpejtu. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë, ummeti jam është në hajër për derisa ata kur e vonojnë sefyrin, do të kusha vonimi sefyrit, jo me shty për të imsakut, po e shujnë në momentin e fundit, dhe në dakikun e fundit. Edhe shpejtojnë iftarin, dhe më thonë, si të hynë iftarin, me njëherë ato e qelin dhe bëjnë me të, pra transmeton Buhariu dhe Muslimi. Të shtrohet iftar dhe të pritë duke lutur Allahun xhallal shanuhu. Pra, agjëruesi ka dy mundësi, ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, në iftarin e tij të bëj dua dhe të mos i refuzohet. Pra koha që Zoti xhallashanu e pranon lutjen është koha e iftarit. Pra kjo kohë nuk është do mas vetëm që ata minutat e iftarit, ato janë më ideal.
mirë po që nga ikindia dhe deri në iftar, kurdo që bën agjeruesi, bën dua, është koha në cilën Zoti xhaleshanu nuk i kthen lutjet e tina dhe besoj që lutja, gjithë e dini, nuk është doja mos me kanë me abdes, nuk është doja mos me kanë në xhami, nuk është doja mos ti me kanë dot kudo që ti jesh dhe ka do që të lëvizësh, ki të drejtë të lutesh, atë mes teje dhe Zoti xhaleshanu pra nuk mundet askush të pengojë. Dhe fundit me cilin po e përfundojna këtë ders tonin, është mirë që është sunet pra të lutet Allahumme leke sumt kur bëna iftar, wa bika ament, wa ala rizqike eftart, ose me thonë edhe shqip, o Zot. Ma mirë është edhe arabisht, ma mirë është kështu është edhe lutja, cilin pejgamberi sa na ka mësu, o Zot, pra për ty agjërova, ty të kam besu dhe të ti mbështetemi dhe me rizkun tënd bëjna iftar. O Zot, ty të besojmë, pra faktikisht i ka kjo doa këtu porosi, agjërimin, besimin, mbështetjen edhe rizkun. O Zot, për ty agjërova, ty të besova, të ti mbështetem edhe me rizkun tënd e qeli iftarin. Zoti Shanuhu gjithve na i bëft kabul ya Rabbil Alamin, wa sallallahu sayyidina wa nabiyina Muhammad.